Thjesht, kalojmë tek konflikti tashmë në lidhjen e mesme mes Shëbas Izraelit dhe Iranit. Thuhet se Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike e Iranit ka thënë se qëlloi me të shtëna paralajmëruese drejt 4 anijeve pranë ngushticës së Hormuzit, por anijet thuhet se po përpiqeshin të kalonin nëpër rrugën ujore pa koordinim ose autorizimin paraprak. Cili është sinjali, zoti Bumo, strategjik që po jep tashmë Teherani me të shtëna paralajmëruese ndaj anijeve në një nga korridoret më jetike të botës, ashtu si e kemi shuar? Teherani po përpiqet të fitojë maksimumin e dividendeve politike në radhë të parë nga ky konflikt tashmë, duke e parë që ai ka arritur mbar, domethënë luftës për ekzistencë, sigurisht që humbjet e Iranit janë të jashtëzakonshme, materiale, fizike, njerëzore, por vetë fakti që ai rezistoi fuqisë më të madhe botërore ushtarake, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës plus edhe Izraelin, mund të themi që në një farë mënyrë konsidero dhe vetë shpalli në fakt veten Irani fitues, por nga ana morale vërtet Irani del edhe më i fortë se më përpara nga kjo luftë. Nga ana tjetër flitet për marrëveshjen që ajo është tashmë arritur dhe firmosja e presidentit Trump pritet. Pra jemi pranë këtij akordi, gjithsesi pavarësisht nga ato të shtëna, nga ato goditje, mund të ketë përshkallëzime, rreziku më i madh i përshkallëzimit për mendimin tim është nga Izraeli. Izraeli është shumë i pakënaqur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po përpiqen të arrijnë në një marrëveshje dhe janë afër kësaj marrëveshje. Jo më kot, ministri i sigurisë së Izraelit deklaroi që neve nuk do ta lejojmë një marrëveshje mes Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, jo më shumë, jo më pak, kështu deklaroi. Dhe sigurisht që administratës amerikane do të duhet t'i vojë fre edhe Izraelit, por edhe atij lobit ebre shumë të zhvilluar dhe të fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, Amerika e ka vendosur tashmë që kjo luftë mund të paktën të vihet në pauzë, në mos për 60 ditë paktën, në mos përfundimisht, dhe për të përpjekur për të 60 ditë për të arritur një marrëveshje adekuate, për të rinormalizuar punën e kanalit të Hormuzit dhe të zhbllokimin e situatës me le të themi cisternat e ndryshme që janë bllokuar atje dhe me funksionimin normal të ngushticës për të zhbllokuar dhe trafikun e 20% të naftës botërore. Zoti Bumo, nga ana tjetër, deri ku mund të shkojë Irani pra në emër të saj që quan mbrojtjen e sovranitetit, por pa provokuar këtu një reagim ushtarak ndërkombëtar? Unë besoj që edhe Irani i ka, si themi, frika ruan vreshtin. Ata nga njëra anë sigurisht që kërcënohen që janë mallkuar qoftë imperializmi amerikan, etj, por gjithsesi ata kanë sigurisht edhe mbështetjen të Rusisë, e kanë më tepër morale se sa konkrete, ndërsa nga Kina besoj që kanë më tepër ndihmë aktualisht, por gjithsesi Irani e kupton që në rast të një përkeqësimit të situatës mund të rifillojnë bombardimet, sepse koha punon jo vetëm për Iranin, por dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po mbush depot me municione sërish, sepse prodhimi nuk është ndaluar. Prandaj situata dhe askush nuk do dëshironte në Iran mendoj që të ribombardojë Irani përsëri dhe është më e thjeshtë, më logjike të paktën për të rënë ujdi duke i dorëzuar atë uraniumin 450 kg të uraniumit të pasuruar, flitet që është pasuruar deri në 60-70%, apo edhe deri kanë mbajtur deri në 80, thonë në kohë të saktuara, por në qoftë se më përpara Irani propozonte që këtë uranium ta çonte për ruajtje në Rusi, tashti propozon për ta ruajtur Kina këtë sasi uraniumi. Kjo demonstron për mendimin tim që Irani ka një mbështetje të saktuar nga Kina dhe është e çuditshme sepse Kina zakonisht nuk përzihet kur në, le të themi, në pazare ushtarake, në situata ku kanë qenë konflikte ushtarake etj, më tepër forca e Kinës dhe taktika e Kinës ka qenë gjithmonë depërtimi me të urtë, me të butë dhe ekonomikisht, duke ndikuar, domethënë, në vende të ndryshme të botës. Në saktu ata po përpiqen të
në një farë mënyrë të ndikojnë edhe gjatë vizitës së presidentit Trump në Kinë, kjo temë u prek. Sigurisht që Kina është një interesuar drejt për drejt të zgjidhjes së saj situate, pasi bllokimi 20% të naftës globale, që ata marrin më tepër se gjysmën e naftës e marrin nga Irani, të paktën deri tani e kanë marrë. Prandaj është një goditje, le të themi, gjeostrategjike për Kinën për momentin, të paktën deri tashti. Edhe nga ana tjetër kjo do të sillte një farë varje më të tepër të Kinës, më tepër se sa ta donin, nga Rusia, pasi në qoftë se, siç e dim, ajo nafta venezuelane tashmë u bllokua për kinezët, kjo do të thënë e Iranit është kufizuar, ndërsa vetet një variant do të thënë i hapur që është Rusia, por që kinezët nuk do të dëshironin shumë të bazoheshin vetëm tek Rusia për furnizimin me naftë. Strategjia e Kinës është e tillë që ajo kërkon dhe dëshiron të ketë partner, por nuk ka aleat. Qartë. Zoti Puma, nga ana tjetër, mendoni se po shohim tashmë fillimin e një strategjie iraniane për të sfiduar praninë amerikane në rajon, dhe nga ana tjetër mendoni se Irani tashmë është duke testuar dhe reagimin e SBA-s, por edhe aleatëve të saj, pra përpara hapave më agresiv? Mendoj që në një farë mënyrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta kthejnë situatën në gjendje të qëndrueshme, sepse nuk mund të bësh luftë vazhdimisht, nuk mund të mbash në tension gjithë botën, sepse pastaj një krizë e thellë ekonomike botërore bumerangëm do të godas vetë ekonominë amerikane pastaj, sepse ulet fuqia blerëse, etj. Ka një sër proceses që pastaj do të godis vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, interesi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës sigurisht që është për këtë, le të themi, në këtë situatë. Sigurisht ata janë fitimmarrës nga kjo situatë, por jo për një kohë të gjatë, për thjesht dhe nga ana tjetër nuk mund të shkohet në Senat për zgjedhjen e Senatit, po të ishin për sa i përket republikanëve, pasi e dim që në tetor bëhen zgjedhjet me konflikte të hapura të tilla siç është ky i Ormuzit që u shkaktua vetë nga amerikanët. Të paktën ai Ukrainës nuk është që e shkaktuan republikanët, prandaj edhe mund të shfaqsohen, ndërsa për Iranin është një fakt shumë flagrant. Dhe nuk është që elektoratin amerikan për shembull shqetëson shumë politika ndërkombëtare dhe luftrat amerikane etj. Gjeostrategjike. Amerikanit të thjeshtë i intereson të di sa është çmimi i gallonit të benzinës në aty ku ai furnizohet. Dhe nëse çmimi është i lartë dhe tani është i lartë gjithandej, kjo është një gjë negative që do ndikonte pastaj në zgjedhje. Irani këtë gjë e kupton, sepse me që e kuptojmë ne, e kuptojnë dhe ata, nuk janë budallënj sigurisht, dhe veprojnë për interesat e tyre, e kuptojnë që kanë një kartë në dorë, po flasim me terminologjinë e Trumpit, dhe mundohen të marrin maksimumin e asaj që mund të marrin në këto bisedime, duke munduar të heqin, të shmontojnë edhe një pjesë të sanksionin maksimalisht sa më shumë të jetë e mundur. Dhe nga ana tjetër kuptohet që mbajnë atë, le të themi, markën, nëse mund të themi kështu, të një kundërshtari krenar të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër ka pasur dhe luftra, domethënë nën rrogos, sigurisht dhe lidhje nën rrogos, sepse Omani në fillim u shfaq si edhe ai që si fitim dashës për të marrë dividendet e veta nga ngushtica e Hormuzit, por mbas deklaratave agresive të presidentit Trump u stepën dhe tashmë kjo situatë është zgjidhur dhe Omani është gati të lëshojë pe. E qartë. Zoti Puma, nga ana tjetër, gjithë kjo retorikë tashmë e Teheranit, pra retorika ushtarake, është duke u përdorur më shumë, po them, për konsum të brendshëm, apo nga ana tjetër do të kemi ndoshta edhe një ndryshim të balancave në rajon?
Në fakt, në qoftë se retorika e Iranit do të konkretizohet edhe me veprimet ushtarake të vazhdueshme që do të ishin për shembull goditjet e mëtejshme të bazave amerikane, siç u bë në Kuvajt apo në Emirate, detyrimisht kjo do të ndillte një luftë tjetër në Gjirinë Persik dhe Izraeli e dëshiron shumë këtë luftë sepse është një rast unikal për të, duke qenë një shtet i vogël relativisht, sigurisht me fuqi shumë të madhe ushtarake, por shtet i vogël de facto, dhe mendimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai mund të godiste Iranin në mënyrë që ata mos e merrnin veten për 20-30 vjet. Prandaj ata bëjnë çmos që ta ndërsejnë në Shtetet Bashkuar të Amerikës kundër Iranit për të goditur. Por dhe amerikanët kanë strategjinë e tyre, interesat e tyre, nuk janë edhe ata të marrë që të futen në operacione tokësore në Iran, sepse ajo është e pritshme që do të ketë shumë, jashtëzakonisht shumë viktima, sido që t'jetë fati. Kuptohet që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mundësitë dhe janë më shumë herë, 100 herë më të sofistikuar për të fituar një luftë të tillë, por me humbi të jashtëzakonshme. E qartë. Në fakt, zoti Pumo, nga Agjencia e Lajmeve Farse e Iranit u raportuat se forcat e armatuesura të vendit lëshuan raketa nga jugu, por drejt një objektive të pacaktuar. Sa i rrezikshëm është fakti që ende nuk dihen objektivat e raketave të raportuara nga mediat iraniane? Po, mbase ky ka qenë dhe një provokim për të parë reagimin e forcave amerikane, sigurisht është e rrezikshme sepse ajo është, domethënë situata është si një fuqi baruti, një shkrep se mjafton edhe të rindizet. Por, domethënë, sepse dhe vetë për shembull, edhe megjithse janë larguar disa nga anijet luftarake nga Gjiri Persik, një pjesë e tyre kanë mbetur, prezenca amerikane është po atje dhe avionët luftarak amerikan mund të mbërrinë në çdo kohë. Prandaj dhe Irani nuk besoj që është interesuar shumë dhe nëse kanë më në kokë që të destabilizojnë më keq situatën. Për Iranin është okay, nëse se me të urtë, me të butë, ata do të hiqin, të montonin një pjesë të sanksioneve, të rihapin ngushtisën e Hormuzit, të tregtonin naftën me çmime maksimale sa është e mundur, për sa është çmimi i lartë, dhe të rimëkëmnin ekonominë dhe industrinë ushtarake. Mirë, po sigurisht që këtu është një gjë gjithashtu e rëndësishme që Irani në fakt në të kaluarën ka dashur të prodhojë bombë bërthamore dhe ka qenë afër prodhimit të bombës bërthamore, por ta fajsosh Iranin në këtë drejtim është, si të thuash, të jesh i padrejtë me të tjerët. Ka shi sepse për shembull pse në kërkush nuk e prek Korenë e Veriut apo nuk e prek Pakistanin. Sepse është bombë bërthamore që është garancia e vetme që i jepet një shteti relativisht jo shumë të rëndësishëm dhe të madh, të fortë ushtarakisht, sepse Irani është goxha i madh, që po të kishin bombën bërthamore, kjo luftë nuk do të bëhej me Iranin. Prandaj dhe ata shikojnë si një element të ruajtjes sovranitetit të tyre. Nga ana tjetër, të gjithë mendoj fuqitë botërore dhe klubi i vendeve anëtare të klubit, të themi që zotërojnë amrën bërthamore, nuk do dëshironin që këtij klubi të shtojë edhe një vend tjetër si Irani, sepse edhe nuk i dihet pastaj me çfarë qeveri mbetet në pushtet dhe se si mund ta përdorin këtë bombë në të ardhmen, sidomos Izraeli. E qartë. Në fakt, zoti Pumo, se i përket ndërtimit të bombës bërthamore, edhe nga ana e sekretarit amerikan të energjisë para disa ditësh u tha se Irani ishte javë larg për ndërtimit të kësaj arme. Nëse Irani është javë larg ndërtimit të kësaj arme bërthamore, pse zoti Pumo Shubat nuk publikojnë dhe provat konkrete? Po këtu domethënë nuk mendoj që arsyeja e goditjes së Iranit ka qenë vetëm rreziku i prodhimit të bombës bërthamore, pasurimi i Iranit, domethënë i uraniumit, domethënë e tjerë. Aty u poqen shumë kushte dhe një nga kushtet kryesore është sigurisht dëshira e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të kontrolluar burimet energjetike të globit, përfshirë sepse janë të gjitha veprimet e një zinxhiri të gjatë. Shikoni vetë, domethënë në fillim u godit Venezuela, që ishte një nga burimet kryesore, domethënë në Amerikën Latine të energjisë, të prodhimit të naftës. Pastaj është Irani, me Rusinin
janë sanksionet edhe tjera e rregullohen domethënë në një farë mënyrë apo tjetër, bllokohen e kështu që de facto Shtetet e Bashkuara të Amerikës kontrollojnë gjithë naftën botërore dhe shumica e luftrave në botë gjithmonë janë bërë për arsye ekonomike. Ekonomia gjithmonë ka shtyrë fuqitë e ndryshme për të bërë luftë me njëra tjetrën. Mendoni zoti Pumo se presioni që vjen nga pala amerikane do ta shtyjë ndoshta Iranin ta prodhojë këtë armë bërtamore? Mund ta pranojmë që Irani mund ta shtyjë, domethënë prodhimin e kësaj arme bërthamore, mund të sabotojë, le të themi, në të ardhmen prodhimin e kësaj, po gjithsesi nëse Irani ka arritur deri në 80% të pasurimit të uraniumit, ai do të di ta bëjë sërish këtë gjë, se tashmë e ka bërë, dhe në një të ardhme të mesme, do të thoja, jo të afërt, Irani do ta ketë me do e mos armën bërthamore, duan apo s'duan amerikanët, rusët apo kinezët. E qartë. Mirë, zoti Pumo, për ta mbyllur, ndërkaq mendoni se tashmë është Hormuzi pika ku mund të përcaktohet edhe balanca e re gjeopolitike në linjën e mesme dhe nga ana tjetër çfarë do të ndodhë në ditët, muajt në vijim nëse nuk do të kemi një marrëveshje mes palëve? Unë mendoj gjithsesi një marrëveshje do të jetë, beri edhe J.D. Vance deklaroi që jemi shumë afër, vërtet ata duke referuar iranianëve janë treguar të zellshëm për të përpiluar një marrëveshje të përbashkët dhe mendoj që do të arrihet një marrëveshje me Iranin, mirë po e vetmi moment dhe thëj një pikë e akilit, dhe thëmbra e akilit këtu është mosdashja e Izraelit të arritjes së kësaj marrëveshje. Dhe Izraeli mund të gjejë shumë mundësira të ndryshme për të provokuar në një farë mënyre apo për të destabilizuar situatën, për të rifutur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në le të themi përshkallëzimin e këtij konflikti, gjë që do interesonte sigurisht Izraelit. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar të japin fund tashmë dhe ata do të japin fund situatës, ashtu sikundër dhe Irani besoj do të bie dakord për të përfunduar këtë epope dhe për të ndruar faqen. E qartë. Mirë, zoti Pumo, kemi arritur në fund, ju falenderoj për të gjitha informacionet. Ishte kënaqësi, mirupafshim. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e hënë, deri atëherë mirupafshim.